Adri, është e vërtet, ose cili është mendimi jot, që Albin Kurti, pavarësisht situatave, qëndron parti e parë se është një lider i pakorruptuar. Kjo është një tezë që has kudo. Si është realiteti, se gjithë din detajet në Kosovë. Nuk e has kudo, në Kosovë është ndryshe. Në Shqipëri. Në Shqipëri, sepse në Shqipëri mbaj mend akoma Kurtin e para 15 vite ku ka qenë opozitare dhe shikohet me romanticizëm. Si është e vërtet? Edhe nuk e sa më larg të jetë, aq më pak vjen era. Edhe këtu duke qenë se është larg, vjen erë më pak. Tani unë shkreti që vete Tiranë, Prishtinë çdo javë, po them që është njësoj, domethënë. Edhe për ata që na ndjekin sa ka ardhur nga Prishtina. Sa jam ardhur fiks nga Prishtina, edhe duke, po. Në këtë aspekt do të kuptojmë diçka. Edhe këto janë situatë 3 leksionet kryesore që mund nxjerr unë si studius në këtë rast të këtyre zgjedhjeve faktikisht si sinjali që i marr unë të freskëta. Sinjali në parë është që revolucioni i 2021-shit është institucionalizuar. Pra Kurti nuk është më kalimtar, por Kurti është, si thua, është aty përqendruar, ka ndërtuar një parti solide tashmë dhe duket që nuk është një fenomen rastësor, por është një fenomen i një zhvendosje i ndryshimi. Dhe unë mendoj që këto zgjedhje përcaktojnë ose përbëjnë fundin e tranzicionit të pas luftës së Kosovës. Pra unë mendoj që nëse ka një element që mund të vitë në duke për këto zgjedhje është që ato çarje ose ndarje të mëdha që kanë dominuar 20 vjet pas lirimit të Kosovës, ato tashmë janë zbehur. Pra dallimi midis luftës ose rezistencës paqësore, rrugës Rrugovës ose të armëve të UÇK-s, Hashim Thashit, Kadri Veselit e tjerëve, ajo si thuash si çarje tashmë është zbehur, ka kaluar në plan dytë. Për ta kuptuar, janë dy studius, Lipset edhe Rokan, që janë shumë të njohur kriza politike, të cilët tregojnë se gara politike në Evropë në pas luftës është dominuar nga disa çarje të mëdha. Rurale, urbane, shtet, sekularizëm apo kish, periferi, qendër, punëtor apo kapitalist. Pra ekziston të çarje, si thua, boshte ku bëhet edhe përplasja. Siç e kemi në Shqipëri për shkakun që në fillim fare ka qenë qëndrimi ndaj komunizmit. E justifikon apo ka qenë kundër, e dënon. Kjo ka qenë dominimi në Kosovë, pra në Kosovë ka lidhur me luftën. Duket që brezat e rinj, shkëputja, sepse në fundit të flasësh për Kosovën sot për luftën, është njësoj si të flitet për shembull në Gjermani 72-shin për luftën e 2 botërore. Ose në Italinë për luftën e 2 botërore. Pra janë brezat e rinj të cilët janë shkëputur, nuk kanë memorie kolektive. Dhe kemi nga tranzicioni pas luftës, edhe temat e pas luftës, kemi tema të reja. Dhe kjo është elementi i dytë që do vjen duke që janë tema që nuk janë më klasike, po janë gati postmoderne ose postmaterialiste. Pra nuk janë më, përveç se nuk janë më temat e luftës, pra kemi të bëjnë me më shumë dominon establishment, anti-establishment i Kurtit, dominon aje për ndryshim, apo për vazhdimsinë e së kaluarës, aje për sovranitet, apo institucionalizëm. Pra kjo zhvendosje është tektonike për Kosovën. E dyta është, elementi dytë që do vjen duke, është çimentimi i farë mënyre sistemi partijake. Domethënë tashmë kemi një sistem ku kemi një parti dominante. U bën zgjedhje, kemi që 2019 që kemi zgjedhje, Kurti është vendosur si parti e parë, por prej 2021-shit kemi konsolidim si partia e parë, me luhatje. Partia e dytë kryesore rivale Kurtit është PDK-ja, partia LDK aty ku ty lëviz, nuk kanë ndryshim të madhe, dhe po ashtu dhe AK-ja. Pra kemi lloj ngrirje të një sistemi partijak ku Kurti është, si thua, pika gravitetit e këto rrethohen. Pra kjo është edhe tjetër element që vjen në duke Maurice Duverger edhe sartorë të tjerë që quajnë këtë sistem politik me një parti dominante. Edhe elementi tretë, do ta shkruaj edhe elementi tretë që është interesant. Elementi tretë është edhe zhvendosja e debatit politik larg dimensionit materialist. Për shembull, nëse tradicionalisht edhe në politikën klasike, politika bëhet mbi paga, mirëqenie, infrastrukturë, siguri ekonomike, tani është bërë për identitet, për sovranitet, është bërë për krenari, është bërë për çështjet e emocioneve. Pra kemi një zhvendosje në një botë atë që quhet Engelhardt e quan revolucioni i hershtur, brezat e pas luftës, ose brezat që kanë pas të tjera prioritete, pak më shumë prioritete mbjetese. Brezat e më tutjeshëm, që brezat e Evropës moderne dhe Kosovës moderne, nuk kanë të lidhje të madhe me sendin, por e kanë më shumë me emocionin. Dhe ky është element tjetër, sepse Kurti ja ka dalë
që këto zgjedhje mos ishte referendum për performancën e tij deri tanishme, po të ishte referendum për identitetin. A je në kampin tim apo kampin e tjetrit? Pra jo vot për performancën e qeverisë, dhe kjo ka të bëjë me atë që diskutuam më herët, që nuk ka rëndësi për qytetarët a ka përmbush premtime, a ka pasur apo s'ka pas skandale, a ka luftuar korrupsionin apo jo, por ata ka rëndësi në cilin kamp jam unë. Pra ky është elementi i tretë që shikojmë si ndryshim rrënjësor në jetën politike të Kosovës, par nga syri i një komparativist i shkencave politike.